Hekrat e kryqëzuan dhe ndërgjegje eme, dy aniq të betuar luftojnë ditë e natë. Por hekër i fort e mund ndërgjegjen teme dhe ndëshpërim për plasën si një qeni ngratë. E kur nata vjen dhe gjigjillojnë hyt, gëzohem fort se hekrat nuk mi kryqëzojnë syt, por tu sjell me mrapa, shoh dritën e smutë dhe hijen teme tu zjat në murt si një kërcënim ligji, po si një dajak. Dhe atëherë tërbohem dhe urrej pa mas dritën, hijen, veten, muret dhe hekrat, dhe mjej veten luan të nërëm kafas. Në për hekra të kryqëzuan të dritore sene, shoh qiellin soptune në 14 sopë, dhe zemra eme min poshtë breme mes 4 mureve, si në një grop. Ne u kthym në studio. Ju faleminderit që na ndiqni. Tash jemi edhe live stream në Radio Shkodra në Facebook. Ju faleminderit miq, ndoshta pak me vonesë. E di se ky emision kishte shumë vlerë për të gjithë miqtë e mi që na ndjekin, por jo vetëm për miqtë e mi, po edhe dëgjuesit e rregullt të Radio Shkodrës, po gjithmonë duke marrë parasysh se janë emisionet e mia të para, do të jenë gjithmonë edhe me anë përmirësim drejtën e gjënave. Gjithashtu po vazhdoj bisedën me profesor Xhahid Bushatin, cili është i ftuar për mua sot, sepse kena shpalos shumë veçori të shkrimtarit më njohur Nillash Gjergj Nikolla, Mixhenit. Kena shpalos një jetë artit të jashtëzakonshme. Profesor, po kaloj direkt te një pyetje tjetër. Ende i shumë shpesh të citume, Mixheni, një poet erotik. A ju duket një poet erotik Mixheni, ose unë e kuptoj që janë disa poezi që e shpalosin disi një lloj erotike, por ne më duket e ngatrojmë shumë shpesh intimitetin me erotike. Konstatimi juaj, Ariola, është shumë i drejtë. Kam përshtypjen që shpesh herë me këtë term janë duke abuzuar me Mixhenin. Duhet të kuptojmë, Mixheni ishte produkt i vullneteve të ndrydhuna dhe këtu duhet ta lokalizojmë. Por ama, Mixheni në jetën e tij private ka pasur ëndrat, dashurit, shpesh herë pa fat, plot dhimbje. Por të mos abuzohet pikërisht te krimtaria e tij. Ai ishte një shkrimtar që detyrimisht edhe në mes të tragjizmit ai e shifte të dritën e dashurisë. Dhe ta marrim si krim letrar. Ta shohim me figuracion. Patjetër, dhe detyrimisht ai do të fusin edhe pjesë të shpirtit të tij. Por të mos abuzohet si ta bajnë në njësh edhe ta bajnë si qëllim me vetvete. Se këtu e kam unë dramën e tij, mos t'ja krijojmë këtë dramë Mixhenit ku nuk e ka. Mendoj se qëllimi i tij në vetvete ishte zani i shtresës së varfër. Po, është vërtet. Po, tjetër. Qëllimi i tij në vetvete ishte letërsia, të jepte një zhvillim letërsisë, edhe kaloi nga romantizmi në një revolucion të vetit, kisha më thënë ne. Edhe nëpërmjet këtij revolucioni lindën shumë kryevepra të tija. Po, të filluar ndoshta çështë poezit, poema e mjerimit. Që për mua është një madhështi e tij. Pra, nuk e di, poema e mjerimit i krijoi madhështinë Mixhenit, a Mixheni i krijoi madhështinë poems së mjerimit i krijoi madhështinë. Gjithsesi ata përmendore, profesor. Po, ata i krijuan madhështinë njëri tjetrit. Profesor, si mendoni raporti Mixheni Shkodra, Shkodra Mixheni, koha sotme Mixheni i djeshëm, Mixheni i gjithmonshëm. Shtjelloje pak në atë mënyrën tonë, profesor, mos ma lën mua me thënë. Unë do të thosha këtë, Mixheni është aktual dhe do të mbetet sot e përgjithmonë aktual. Ka një diçka
Ariola, Vetëm një gjë, metet aktual me këto hapa që përparon Shqipnia. Po. Nëse me gjeni ishte vegan i metaforës, Shqipnia ka hapa të shumë të vegjël, si ato bebat që fillojnë të ecin, rrëzohen, fillojnë prapë të ecin, rrëzohen. Kjo është arsye që duhet ta sjellim kokën nga migjeni, të shohim paksa jetën që përshojnë në veprën e vet. Sepse një libër na la, dhe një libër madhështor. Unë do të thosha Ariola që shumë poetë shkodran i kanë kënu Shkodrës. Dhe janë pa fund. Është madh e vërtetë. Me lejo të përmend 2 poetë që tek unë kanë lënë shumë mëresë. Dhe në marrëdhënie me Shkodrën, ata kanë bën një marrëdhënie të jashtëzakonshme dhe e kanë dashuruar Shkodrën. I pari është Koliqi. Në amanetin që i lënë së bijës për Shkodrën, ai ka rujt intimitetin. Dhe për mu, diku në një nga këto parqet, duhet jetë ajo poezi si statuj për ta pa se kush është Shkodra dhe kush është amaneti. Pse jo dhe figura e Koliqit, profesor? Po. Na duhen këto figurat i shohim, të prekim në një mënyrë. Mase Shkodra ka nevojë me ndëru, se mos harroj një gjë, se po kaloj pak të migjeni. Në 1980-ën, Rilinja e Kosovës, shtëpia botuese Rilinja e Kosovës ka botuar korpusin e veprave të migjenit në mënyrë elitare në 5 vëllime. Pra, i ka nda bashk me monografit që ka ban profesor Bibala, ka ban Musa Karaja, edhe është marrë edhe me kritiken e migjenit si libër me vete. Pra, Shkodra, ndërse ka botu të plot migjenin, ashtu si nuk ka botu të plot edhe Koliqin, sepse ka botu Kosova. Shtëpia botuese Fajkonica. Tani, këto janë konstatime. Nërsa i dyti, është migjeni. Mjafton fjalia Shkodra dashunoria e shekujve, për mu është planetare. Nuk ka poet që ka hedh një varg të tillë të gjithkohshëm. Ashtu po e fillo vetëm një ndërhyrje të vogël. Shkodra dashunoria e shekujve. Dashunoria e shekujve. Është si një skaner. Po. Që ja ke bërë qytetit. Po. Vizave të hartës së qytetit, nga migjeni i madh. Mendo tash sa solide është lidhja tyne, migjeni dhe Shkodra, boll me këtë fjali. Është pasë. Dhe pikërisht ky është edhe testamenti sipas me të migjeni që na ka lënë. Përveç veprës, ka lënë edhe këtë testament për qytetin e tij dhe ndaj ai është i pavdekshëm. Jo pa qëllim edhe teatri. Po. Ma i bukur verior kisha me thënë. Komplet i trevave të veriut të Shkodrës, se që ka një tradit shkëlqyshme, që ka pas një plejad ose disa plejade aktorësh të jashtëzakonshëm. Vazhdon me pas. Po tjetër. Aktor të mrekullueshëm që jo më larg se mram në festival, natën e parë të festivalit Lulebor, është citu poezia e migjenit. Janë citu bukën tonë të përditshme falanive sot proza e migjenit. Ka kumbu edhe një herë në teatrin Migjenin Shkodër, Migjeni. Është mos e vërtetë dhe kjo është, si më thënë, një lloj borxhit që vazhdon. Ne vazhdojmë të njihen në borxh ndaj Migjenit. Do ta kapi problemin aty që thotë teatri Migjeni. Unë jam të studiu, kam shkruar disa libra për teatrin, për vlerat teatrore të tij, për ata aktorë të mrekullueshëm. Nuk e ke idenë çfarë pasoniet. Mendoj se na duhet një studim i hollësishëm mbi aktorët e teatrit Migjeni, mbi teatrin Migjeni dhe mbi veprat që luhen teatri Migjeni, që është me të vërtetë një vlerë e jashtëzakonshme. Të paktën si publik kena mundësinë me shku me ndjek veprat e Migjenit të gjalla. Dhe kjo është një gjë mos harrojmë që ka qenë një sofër poetike, ka nga dhime skrenare e Migjenit,
që e ka vu me shumë shije regjizori Serafin Fanko. Jashtëzakonshme. Dhe ka pas interpretime aktorsh në një mrekulli. Ashtu si vazhdojmë me Po, Kalana sot. do të them edhe kaq. Po, Në momentin kur kjo sofër poetike u prezentu në Teatrin Migjeni, erdhi një komision nga Tirana dhe ishin skeptik dhe nuk dinin të thonin po ose jo. Ishte e frikshme më thonë, njëna prej tyre. Gjithsesi, brenda për brenda aty pate aktor që ja aprovun si që për shembull me ngulm Tinka Kurti. Pate edhe të tjerë që thonin ç'është ky modernizëm. Dhe do të them këtë. Dhe këtë e kam shumë të qartë nga studimet e mia. Kur u analizu kënga dhimbjes krenare në Shtyp, u morën me Migjenin dhe fare me sofën poetike që kishte bën Serafini, sepse kishin ende frikë. Ajo është një madhështi dhe nuk ka kunor më të bukur se Serafini i ka vënë Migjenit me veprën e tij, pikërisht me këtë sofër poetike. Mendoj se teatri jon Migjeni, po aktorët e teatrit Migjeni nikin rrugën revolucionare të vetë Migjenit. Po, Është duket diçka ngjen kjo profesor. Po tjetër, sepse duke marrë teatrin nuk pushojnë talentet. Është mas e vërtetë. Edhe janë pa rreshtë, sepse Shkodra prodhon. Ashtu si prodhon futbollin, prodhon edhe artin. Është mas e vërtetë, profesor. Unë falenderoj që ishe sot në studio me mua. Jo, falenderoj unë. Shumë faleminderit që më dhe rastin që unë të shprehem sa do pak për një figurë të tillë, të gjithkohshëm siç është Millosh Gjergj Nikolla, Migjeni ynë i lavdishëm. Unë këtyne fjalëve nuk du me shtua si gjatë tjetër më të rëndësishme. Kisha dashur vetëm një interpretim me mbyll këtë emision të sotëm, i cili më ka lënë mresa të jashtëzakonshme, i cili ka lënë një informacion të jashtëzakonshëm. As dëgjua audio live gjatë valëve të Radio Shkodrës, por sot tash në këtë moment du me lënë zanit të Adrian Hotit, poema e mjerimit, vepra ma e madhe e Migjenit, e cila me pak frikë them që është ende aktuale. Ju falenderoj që na ndoqët edhe live në valët e Radio Shkodrës. Do takojmë shtunën tjetër, gjithmonë në orën 10 me Pena Shkodrës. Ka fshat që s'ka përdihet, ashtor vëlla, mjerimi.